me kohë, s'po lexojmë, pastaj vrejtjet e juja kanë qenë shumë të... Edhe kjo ka qenë realitet, që ata ka bërë në një kohë shumë shpejt dhe ne nuk kemi pas mundësi me ndalë. Për shkak një për kritika që ishtë dash me qenë, që shumica e aty në që në bugjet kanë qenë edhe projekcionet të para 4 viteve. I kemi thonë, natyrisht që ndështa nuk kanë, për shembull, ne kemi thonë që bugjeti është diskriminues, komplet diskriminues ndaj komunave. Për shembull, për kokë banori, le themi shtimi ai ka 500 euro, e Prishtina i ka ndoshta 100 e diçka. Për kokë banori ndarë në bugjetit. Kemi folë që shumica, 90% të bugjetit, një bugjet nga qeveria e kalu, projektet të qeverisë kalum, nuk ka. Nuk ka projektet të cilat janë të mëdha dhe të cilat te i kalojnë do i shifër prej, 40-50 milion e kështu me radhë. Për gjitha janë bugjetet vogla, jo transformuese, nuk janë bugjetet cili transformon vendin. Kemi folë po ashtu që problemi është që për 4 vitet me radhë, brenda 4 viteve, qeveria ka planifikuar 1 miliard euro investime kapitale të cilat nuk i ka realizuar. Fare si ka realizuar. Pra, kur i kthehemi sukseseve, mirë po, ne po sa dolëm nga zgjedhjet. Tash po flasim çka është realiteti. Dhe ne kemi pritë që mu formu institucionet dhe me fillu roli jonë opozitor. Asnjëherë nuk ka qenë në mendimin tonë që ne shkojmë zgjedhje, s'kena bua ditë na politik për me shku zgjedhje. Po a jemi të gatshëm për me shku zgjedhje? Natyrisht jemi të gatshëm, ne jena parti politike. Jo, mos më dash me shku zgjedhje, kështu votu Glaukun. Po jo, na për te parimeve tona s'u ndalëm. Domthonë na më përpara bazohemi në parimet tona, vlerat tona, sesa në kërcënimin apo imponimin e vullnetit dikujt tjetër. Pra unë personalisht po them, 10 herë jam gjendje me shku në zgjedhje personalisht si Uran, e mos me pas një kompromis me vlerat dhe me ato që besoj unë. Cilat janë vlerat këtë rast? Po në këtë rast na kemi pas të drejtë këtu ka qenë angazhimi për me gjetë një president ose presidente e cila i pajton të gjithë palët. Ako mund të keni keq kuptuar ju zotin Kurti. Jo, veç një minutë. Nuk ka qenë vlerë e unë për konsenzus. Ai ju ka thirrë për konsenzus për kandidatë e tij, jo për kandidatë e ju. Fund ka dalë kështu. Çka ka bëu thirrje diçka tjetër. Ai ka bëu thirrje edhe publike, po mundohemi që zgjemi nuk më intereson mu me zgjedh një kandidat të lëvizjes vendosje. Mirë po krejt propozimet mandej kanë qenë ministra, ish ministra, deputet të tij. Pra ka qenë kundër të asaj çka ne kemi besu. Pra ne kemi besu që ti po shkon në një diskutim për një kandidat apo kandidate konsensuale dhe por mirë po na nuk mundna pranu imponimin. Si po të këmë më thonë ta që zgleu kunjusën e ti s'ki qare pa e votu. A ka qenë i ngjajshëm edhe imponimi që ju ja keni bo? Asesi. Pra, do të dëgjojmë deklaratën e Kuran Murati, dhënë në presing për shkak se ata thonë që në fakt kërkesa e PDK-s ka qenë imponuese, ose kandidatin ton, madje 2 kandidat ose hiç. Hapi dytë ishte kur zotri Hamza thotë ne nuk kemi kandidat konsensual, për dalja nga kriza, si që shohim ne nga PDK, dhe si që ka qenë po supozoj vendimi kryesisë të ta, ka qenë që PDK-ja t'i propozoj 2 kandidat, pa na i dhonë emnat, pra ata të marrin të drejtën, që ne me u dhonë nënshkrimet, pastaj edhe votat në kuti, për 2 kandidat cilit ata nuk na tregojnë pa nënshkruar marrëveshjen edhe pa u pajtuar një herë. Kjo me blim ocën thes. Kjo nuk është kandidat konsensual. Tash nëse thuhet që kjo është kandidat konsensual, atëherë kemi definime të gabuara. Me ble mocën thesta. I keni thonë, na i kemi 2 kandidat, në nënshkrimet për ta si kena, ju na jepni për të 2 kandidatët në nënshkrimet e juja, pastaj edhe votat në kuti, a emrat e tyre s'ua tregojnë. Pra ky është qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje. Po, versioni nuk oj drejt. Ne, kur kemi shku, zoti Hamza ka thonë, ai ka kërku një propozim nga ne kemi thonë okej, pe propozojmë dikë, pra si parim, dhe ai ka thonë që pëse ju e propozojnë një, e propozoj dhon një. Dhe kjo nuk ka kuptim. Pse? Ta shpjegoj. Ti ke 66 deputet. Po kërkon prej neve, ma jep një propozim, ta zgjedhëm një president. Ti po i thu, okej, unë jam gjende për me ta dhon një propozim, e kur i thu ti po ta jap një propozim, ai thot po veç edhe unë po jap një temin. Edhe tani vjen zgjedhjet e këtij. Po me 22 dhe 66 cili fiton. Domthon pra kjo është një lojë e as mirë menduar. Pra as nuk është mirë menduar. Dhe në këtë rast ne i kemi thonë nëse kërkon propozim nga ne, ose zotoj që ti çat propozim ton ne voton,
nuk nxjerr kandidat, ose të kundërtën ti çka po kërkon pinjeve është na me ta bëu një, si më thon, një kandidat quorum. Po, çashtu. Pra, najna të fol për qëllimin. A o qëllimi me zgjedh presidentin, a o qëllimi tim me na përdor neve me zgjedh presidentin tonë. Që kjo e dyta? Faleminderit shumë. Dhe ky nuk po tregon të vërtetën. Pra e dyta ka qenë. Dhe ne kemi thonë, nëse çka kërkojmë ne? Ne kërkojmë dhe kemi qenë shumë qartë. Nuk po kërkojmë president me libres të PDK-s. Nuk po kërkojmë. Po thojmë propozimin pe japëm ne. Po Agi Leonardin e këshëm nxjerrna si kandidat. Atë po vaj gari, të mohon mes neve. Leonardo DiCaprio. Po, mos dalim që. Do me thonë, ne nuk kemi thonë që të ta nxjerrim nga strukturat tona, nga libreza jona, apo kështu me radhë. Kemi thonë propozimit vijnë nga ne. As nuk kemi lyp pushtet, as nuk kemi kërku hisën qeveri, as nuk kemi dash me bisedu për atë punë. As kemi pas as një kërkesë. Zoti Kurti ka pas kërkesë ndaj neve. Dhe na i kemi thonë, okej, nëse kërkon këtë nga ne, pra nëse mendon me na bo pjesë aktive të zgjidhjes së problemit, atëherë a e kemi të drejtën ne me propozu dhe ti mu pajtu me parimin që ne e propozojmë. Dhe masi e pajtohemi në parimin, pra unë nuk mu me tonë ama emrin, po nuk dija a pajtohena me parimin që mu i me talon ty votën apo jo. Mas pare një parim, a besojone që mu i me talon votën ty. Po, dhe ne kemi kërku këta, a ka mundësi të lutna, në qëpse na këtë tjerë në takim, dhe po vim, nuk po mbajmë mërije i natë për sjelljet e tij ndaj neve. Apet po shkojmë për qytetarin. Unë thash edhe herën e parë, edhe herën e dytë, edhe gjithmonë, si parti jemi të orientuar drejt kërkesave dhe nevojave qytetarëve. Jo nga inatet personale apo sulme që na e ka bëu zoti Kurti. Ato, domthonë ne i përgjigjemi ndryshe. Në momentin kur vije koha për qytetarin, po të këja ku e sheh veten që mundet me bëu zgjidhje për qytetarin ka me qenë. Pa marrë parasysh politikës ditore. Dhe kemi shku. Ju kemi përgjigj, kemi shku në takim, dhe na takim nuk ka pas asnjë emër konsensual. Emrat e vetëm të cilët ai ka konsideruar konsensual kanë qenë deputetët e tij, ministrat e tij. Pra asgjë tjetër. Dhe na para se mi dhonë emër, që mos me bëu këtë lojë të emrave, se kuptoni, domthonë në një emër neve na u ka propozuar një emër, emrat tjerë kanë dalë mu votu. Andin Hoti u propozu nga zoti Kurti. Po shpërmend. Po shpërpozu. Ndërsa në anën tjetër ka dalë Glauko Njufca dhe a është e vërtet që Andin Hoti ose qysh ka qef kryeministri mi thon Andin Ukshin Hoti ju ka kërku vot njerëzve të PDK-s? Po, deputetëve të PDK-s. Ju ka kërku votën? Po, ka thënë telefon deputet të PDK-s. Para se mu zyrtarizu këta. Po, dhe çka ka kërku? Votën, mbështetjen. Pra m'jepni ju mu vot për të bërë president. Po. Të paktën kështu kanë qenë deklarimet e deputetëve tonë, se unë s'kom qenë, nuk më thonë s'kom qenë telefonata se më dëgju, po deklarimet e deputetëve tonë kanë qenë që kemi marrë telefonata nga Andini. Por që e ka shfrytzuar ta fërsit, ka qenë dikur deputet të PDK-s me kërku vota. Mirë, po çka po du me thonë? Kjo ne nuk kemi dashur me hyrë në lojë të emrave sepse edhe loja e emrave ka qenë jo stabile. Unë po them, në një anë është propozuar Andini, ndërsa ka dalë mu votu Glauku edhe Zonja Kollçaku. Apo më kuptoni domosdoshmë çfarë jo stabiliteti, sa për edhe na kena thonë, a di çka, mos futemi në emra, sepse këta emra po shërbejnë manej, po janë, shikoj, nuk ka e drejtë për me gjujt emra në televizion të kohën, a dhe nuk është e drejtë. Pra, a mujna na me u pajtu në një parim? A jemi ne ata që e propozojmë emrin?